Rreth 50 të punësuar në klinikën e fëmijëve në Shkup nuk kanë marrë paga 5 muaj. Gjithashtu, Ministria e Financave nuk ka dhënë pëlqim për vazhdimin e kontratave të punës. Për këto arsye, punonjësit shëndetësor, teknik e administrativ u mblodhen para Ministrisë së Financave dhe siç thanë nuk kërkojnë mëshirë, luks apo privilegje, por kërkojnë atë që ju takon, pagesën e menjëhershme të pagave të mbetura, miratimin e pëlqimeve të punës, vendime të përhershme dhe sigurim në vendin e punës. Nëse nuk ka pasur qëllim për vazhdimin e kontratave, atëherë pse përgjigja është vonuar 5 muaj? Për çfarë arsye punëtorët janë lënë të vazhdojnë punën deri në fund të muajit maj, ndërkohë që kërkesat kanë qenë në pritje nga muaji janar? Si është e mundur që mbi 90% e institucioneve shëndetësore kanë marrë përgjigje pozitive, ndërsa për klinikën tonë vazhdimisht jepen përgjigje negative? Gjatë kohës sa ato po jepnin prononcime për media, u ftuan në takim nga përfaqësues të Ministrisë së Financave. Pas takimit të përbashkët mes punonjësve të shëndetësisë dhe ministrisë, thanë se u është premtuar zgjidhje e problemit dhe presin lajm javës që vjen. Vendim për momentin s'ka, shash do i shqyrton lëndë apet prej fillimit. Për sot besoj që do kryet diçka, tha mrena javës të kalume se janë të do përgatitin e rebalansin e buxhetit. Tha mrena javës tjetër do keni në informat. Pite institucion, ne e thëmë prej të drejtori do marrë informatës. Në mesin e të punësuarve kishte punonjës me 8 vjet përvojë pune dhe ende nuk është pajisur me vendim pune. Ato thonë se në rast se nuk zgjidhet problemi i tyre, protesta do të vazhdojë.